Lojrat olimpike në Itali, kuruar me art dhe dizajn, u komentuan jo pak këto ditë nga Giorgio Armani të ngjyrat e flamujve dhe parakalimet me mesazhe për më shumë paqe në botë. Po kështu kaq i kuruar ka mbërritur edhe në Abu Dhabi Open Master Games, një event ku janë bërë bashkë më të mirët e disiplinave të ndryshme në botë. Aty gjeje rekordmenin Sergej Bubka apo legjendat e futbollit Hristo Stoichkov apo Zico. Open Master Games në Emirata ka bërë bashkë me një moto të vetme 25.000 atletë dhe artistë nga gjithë bota. Në Abu Dhabi, për të manifestuar këtë ngjarje, edhe arti ka qenë pjesë e kryefjalës. Leona Lewis dhe këngëtarja shqiptare Rita Ora ishin artistët kryesorë që performuan për spektatorët në ceremoninë hapse më 6 shkurt. The idea of, athletic and... Nuk është thjesht një konkurim, ky event është një koncept i ri për të ndërtuar një mënyrë jetese. Është një komunitet që nuk duhet të pushojë së lëvizuri së jetuari. Sot që kam performuar, kam ndier gjithë festimet që bëhen për disiplinën, për përpjekjen, për mënyrën se si përcjellim dhe ne mesazhet tona përmes një performance. Especially here in Abu Dhabi. Për mua është shumë speciale të festosh pasionin e dikujt, të festosh me njerëzit dedikimin ndaj një disipline sportive. Vetëm pjesëmarrja këtu është një inspirim më vete. Mjafton të shohësh se si një event sportiv si lojrat, qoftë këto edhe jo olimpike, ngrihen në këto përmasa për të dhënë mesazhin se mosha nuk ka rëndësi, nuk ka limite dhe kjo më inspiron edhe mua si artiste. Më gëzon fakti që jam këtu. Garat go-kart Formula 1 janë fantastike. Në fakt do të performoj shumë shpejt edhe në Formula 1. Pas kësaj përvoje në Open Master Games, ku vetëm entuziazmi dhe energjia të tërheqin. Për shembull, unë nuk jam fan se futbollit, por vetëm energjia e tifozëve të jep energji. Por gjatë gjithë eventit në Abu Dhabi, Muzeu i Luvrit ekspozonte 130 vepra të artistit Picasso, ndërsa Mariah Carey performonte mbrëmje në një ishull tjetër të Abu Dhabit. DJ nga i gjithë bota performuan në këtë ngjarje që ndonse kryefjal kishte sportin, bënte bashk pasionin dhe dëshirën për të jetuar bukur. Çfarë do thotë për ju Open Master Games, për ju që jetoni në Abu Dhabi, për lindjen e mesme, për komunitetin? Honestly, after watching the opening ceremony, tani pasi pash ceremoninë hapse, mund të them që jam plot emocion për atë që vjen gjatë kësaj jave në Abu Dhabi. Është një mision që na mbush me shpresë për të ardhmen. Është një thirrje për të qenë të shëndetshëm, duke ecur, vrapuar, duke garuar. Është një thirrje për të gjithë komunitetin, një përballje me kulturat e tjera, shembuj nga më të mirët e botës së sportit, për të qenë të shëndetshëm. Sa i vështirë ka qenë organizimi një eventi me përmasa të tilla ku shënohen më shumë se 25.000 njerëz nga gjithë bota? To be honest, we have the facility everywhere. You can walk outside of your home. Mund t'ju them që në Abu Dhabi çdo qytetar ka mundësinë të bëjë ecje edhe buzdetit, ka mundësi të vrapojë, të ndihet ciklist, të lundrojë në det. Të gjitha kushtet i ka. Këtu garat me deve janë një sport tradicional, kajaku prej vitesh edhe pistat e garave me makina të shpejta. Të gjitha kushtet janë, por një event me përmasa të tilla kërkon kujdesin e vet. Janë në 10 ditë më shumë se 25.000 njerëz nga i gjithë bota që njihen me kulturën tonë dhe me kulturën e tyre, jo vetëm me kulturën sportive, por me respektin për tjetrin. Edhe atë që është 80 vjeç dhe merr pjesë në një maraton, por duhet siguruar që kudo të ketë ndihmën dhe gjithë facilitetet që i duhen çdo moshe për ta kryer këtë mision. Jam i bindur se do t'ja dalim. Çfarë mbani në dorë? Oh, this is something very close and dear to me. Kjo është një peshë, në dukje asgjë e jashtëzakonshme. Kjo ka peshën një fëmijë të porsalindur, secili nga ne mund ta mbajë në dorë, secili mund ta grejë këtë.
Ne kemi bërë simbol si për të thënë se për të kujdesur për jetën, për krijesat mjafton të ngresh një peshë të tillë. Edhe një gjysh, edhe një gjyshe mund ta bëj këtë. Është e thjeshtë të kujdesesh për veten, të jesh vital e i shëndetshëm, mjafton pak. Duhet ta duam jetën që të rrisim fëmijë të shëndetshëm. 5 vjet më parë nisëm ta mendonim këtë sfidë, kështu që mund të them se organizimi i lojrave të tilla kërkon më shumë kohë se ajo që shihni si të realizuar në mënyrë fantastike edhe në lindjen e mesme. Janë disa standarde që duhen plotësuar, disiplinat sportive, përfshirë edhe shahun apo garat me deve, secila kërkon kushtet e veta në mënyrë që të frymëzojë. Si u duken sot të gjitha pikë takimet apo destinacionet ku janë vendosur disiplinat e ndryshme sportive, si e gjetët pra lindjen e mesme? Të gjitha vendet këtu në Abu Dhabi janë fantastike. Janë më shumë se 20 disiplina sportive dhe ka hapësira të jashtëzakonshme. Një peizazh super për ata që lundrojnë apo zgjedhin garën e anijeve me vela e kajak. Për ciklistët pista fantastike, fusha golfi të denja për kampionate, gjithçka e pastër dhe e bukur me kushtet shumë të mirë. Një mision që besoj se përmbushet nëse frymëzon brezat e tjera, po jo. Po, ky është synimi ynë, të frymëzojnë më të rinj që sportin ta kthejnë në mënyrë jetese, në kulturë jete. Kudo që shkon, Open Masters Game këtë vit për herë të parë në lindjen e mesme, po në fakt, kudo ku ka shkuar këtë mision ka, ndaj edhe ambasadorët janë ikona, legjenda e rekordmen botror, në mënyrë që të frymëzojnë. Sporti më ka shpëtuar jetën, si një person pa duar dhe këmbë. Mund kisha rënë në depresion dhe të qëndroja pasiv. Të mos mësoja, të mos luftoja, të mos ndërroja, por të mbetesh të njeriu pasiv, që i thonë se çfarë duhet bëj. Por jo, me sportin kam mësuar të jetoj bukur dhe të gjej grimcat e lumturisë që të ofron jeta. Që kur kam qenë i vogël kam ndëruar të isha mundus. Vllai im i madh ishte mundus. Miqtë mi gjatë jetës ishin mundsa. Unë jetoja çdo ditë me disiplinë dhe ja ku jam sot. Një mundus, me këto kushte ku jam, por më pëlqen kur më thon kampion. Edhe më shumë nëse arrit frymëzoj dikë që të merret me sport. Pavarësisht kushteve në të cilat është. Unë jam pa duar dhe pa këmbë, por jam kampion. Unë jam pjesë e disiplinës së bowling dhe njëkohësisht edhe voleybollit. Kemi një grup vajzash e grash, me të cilat mblidhemi për të luajtur voleyboll dhe bëjmë këtë shpesh, por në këtë event jam regjistruar në 2 sporte. Si a dilni që t'jeni nën bashorte dhe të stërviteni çdo ditë për këto disiplina? Është e vështirë. Dhe me sa dim ju keni 4 fëmijë apo jo? Po, jam nënë e 4 fëmijëve. Sigurisht që gjithçka realizohet nëse keni mbështetjen e familjes. Për mua fëmijët janë një forcë e madhe dhe një kurajo e madhe. E shoh në sytë e tyre sa të lumtur janë kur nëna e tyre fiton. Më mbështesin kur i them që duhet të dalë për vrap, sepse e din që duhet disiplinë për të fituar në ndeshjen e radhës. Kështu që si nënë me 4 fëmijë, dua t'ju jap kurajo të gjitha grave dhe vajzave që nisin me një ecje, pastaj me vrap. Sporti është për të gjithë, kështu edhe fëmijëve të tyre i japin një shembull të mirë. Dikush me suksesin e vet në punë e një tjetër me disiplinën. Në sport në këtë rast, nuk ka as moshë dhe asgjë që mund t'ju pengojë. Mjafton të duan dhe disiplina. Sporti vlen për të gjithë. Let's inspire people to do more within sports. And I'm the director of the Main Operations Center of the Master Games Abu Dhabi. Një vajzë në krye të gjithë koordinimit, është shumë bukur të kesh një menaxhere si ju për disiplina sportive që duket se mesazhet vijnë përmes djemve. Cili ka qenë modeli yt? There is a challenging competition, of course. Është një përgjegjësi e madhe. Sigurisht ka mësuar nga përvoja të tilla. Janë evente shumë të mëdha, nëpër masa gjigande. Më shohin shpesh si një vajzë të re, por jam mësuar. Kam koordinuar dhe menaxhuar evente të këtyre përmasave. Shtrihen në të gjitha pikat e një shteti, nga breakdati me pistat e ciklizmit, te fushat e golfit, futbollit, me ujëra dhe disiplinat sportive në ujë e deri në shkret e tjerë. Duhen kushtet e ndërrimit, pikat e takimit për ceremonit e fituesve, zonat VIP, zonat për dashamirësit dhe tifozët, kënd për gazetarët nga e gjithë bota, e deri te ndihma e shpejtë, ambulancat, uji dhe gjithçka që eventi të shkojë më së miri. Janë dhjetra mijëra njerëz të cilët duam t'i bëjmë të lumtur në fund të kësaj eksperience. Thank you so much for your time. I hope you enjoyed today's ceremony. Me këtë ceremoni sapo ka filluar Open Master Games. Nuk është thjesht një event, por është një lëvizje. Janë më shumë se 22 pika në të gjithë Abu Dhabin që presin atletë dhe amator, dashamirës të disiplinave sportive dhe lojrave të ndryshme. Nga i gjithë bota sot kishim rreth 26.000 njerëz të regjistruar. Do të shkojë edhe më shumë. Janë 38 disiplina sportive dhe garuese. Është jo vetëm event, është një lëvizje.
Nëse dua të shëtis Abu Dhabin me një biçikletë si një cikliste, a mund të regjistrohem unë nesër në xhiron që dua dhe të bëhem pjesë e këtij eventi? From tonight. Abu Dhabi is Jo nesër, që sot madje. Regjistrohuni ju dhe kushdo. Ndaj them që deri tani janë regjistruar rreth 26.000 persona dhe shumë të tjerë pritet i bashkohen kësaj lëvizjeje. Ke mundësi këtu në Abu Dhabi të gjesh pista për ciklistët, dyqane për të huazuar biçikletën, pamje fantastike nga Abu Dhabi dhe Dubai, zgjidh dhe nise rrugtimin tënd.